Vrasje për konflikte pronësie në Platë të Hasit. Ngjarja e rëndë ka ndodhur rreth orës 16:40 kur Ylber Jaku sapo ka mbërritur me makinë pranë banesës së Rushik Sallahut, ka qelluar me breshëri automatike duke e vrarë në vend 34 vjeçarin. Pas marrjes së njoftimit, policia ka bërë të ditur ndalimin e agresorit i moshës 40 vjeçare, ndërsa u sekuestrua dhe arma e vrasjes. Burimet kanë bërë të ditur se konflikti ka nisur disa vite më parë mbi një livall që ndodhet në afërsi të fshatit. Madje palët kanë qenë dhe në procese gjyqësore. Konflikti ka vijuar më tej edhe gjatë së martës, ku anëtarët e familjeve u përleshën dhe fizikisht. Si pasojë, dy bashkëshortë të familjes Jaku përfunduan të plagosur kur morën ndihmën mjekësore. Për këtë ngjarje u ndalua një vajzë 21 vjeçare. Situata u përkeqësua edhe më shumë pas ditën e kësaj të mërkure, kur 40 vjeçari i afër me bashkëshortët e plagosur qelloi me breshëri Sallahun që rezulton dhe i afërm i 21 vjeçare sa arrestuar nga policia. Megjithatë, në deklaratë thuhet se hetimet janë ende në vijim dhe pritet të zbardhen rrethana të tjera.